Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. E gjithë bota është marrë me Epstein. Si ka mundësi që dolën këto elitat politike kaq të degeneruara, si ka mundësi që njerëzit që drejtonin planetit që ne i njihnim për burra të mirë dolën kaq burra të këqij, si ka mundësi që ishte kaq perversitet i madh, si ka mundësi. Pra u bën të gjitha llojet e pyetjeve, u bën pyetjet sa paguhej atje, u bën pyetjet kush i fotografonte, u bën pyetjet kush ishin vajzat që i shërbenin këto gostitë seksuale, u bë pyetja se cilat ishin rrjetet e pedofilisë apo të rekrutimit, u bën pyetjet nga më të shumta, por janë disa pyetje të mëdha, të cilat nuk janë bërë në shumë kanale dhe që duhet t'i ngrem sot. Pyetjet ashtu siç u thash, përtej çdo lloj përsëritje dua t'i rikujtoj edhe një herë. 1. Përse ajo që po ndodh tani, përse skandalet Epstein po ndodhin tani, përse po ndodhin vetëm tek elitat perëndimore, përse po ndodhin vetëm në Amerikë, në Europë dhe në lindjen e mesme, përse nuk është Rusia dhe Kina brenda, përse nuk është Australia, Amerika Latine, ata janë engjëj dhe nuk merren me kësaj punësh, apo ka arsye të tjera, cili është dimensioni gjeopolitik, historik dhe kohor, dhe përse pikërisht tani janë vendosur dhe janë zgjedhur të bëhen këto njoftime dhe këto infiltrime dhe këto rrjedhje të informacionit. Pikë së parë, duhet kemi parasysh miq të dashur se Epstein nuk ishte një pervers i pasur, por ishte një arkitekt i shantazhit gjeopolitik. Nuk ishte një pervers i pasur, por arkitekt që punonte për shërbime sekrete për nevoja të shantazhit gjeopolitik. Dhe ne duhet të kemi parasysh një pyetje të madhe sot dhe t'ja bëjmë atë vetes. Përse dosjet Epstein u hapën pikërisht në këtë moment dhe nuk u hapën në vitin 2008, kur Epstein u arrestua për herë të parë? Përse pikërisht tani? Ne vim sot për të bërë një histori kronologjike që duhet ta kuptoni ju si njerëz, si pasor, si banor të këtij planeti. Të gjithë ata që nuk e din, duhet ta marrin vesh sot se dosja Epstein është hapur në vitin sistemi Epstein është marrë vendimi për t'u krijuar në fillim vitet 1980. Çfarë do të thotë kjo? Lindja e sistemit Epstein në vitet 80, kemi një kontekst jashtëzakonisht të madh gjeopolitik në vitin 1979, kur vjen pushteti aktual, regjimi aktual i Iranit vjen në 1979 në pushtet në Iran nëpërmjet atij që u quajt revolucioni islamik, i drejtuar nga Imam Khomeini, i cili nga Iraku shkoi në Paris, nga Irani shkoi në Irak, nga Iraku në Paris, nga Parisi erdhi në Iran për të drejtuar revolucionin islamik. Fitoria e këtij revolucioni aso kohe ndryshoi strategjikisht ekuilibrat gjeopolitik global dhe ishte ngjarja që tronditi planetin aso kohe dhe tronditi të gjitha balancat. Ndaj, perëndimit i duhej një kontroll total mbi elitat politike dhe gjeopolitike, të cilat do të duhej të menaxhonin këtë krizë që do të ishte krizë dekadore, pra një krizë që do të zgjaste me dekada dhe nuk do të ishte vetëm një krizë momentale. Por mjeti që duhej përdorur në këtë rast do të ishte ai që quhet honey trap, apo ajo që në anglisht është, apo në shqip është kurthi prej mjalti. Ju e dini se gratë, vajzat janë kurthi më i madh që mund t'i ndërtohet një mashkulli, një burri, një pushtetari, një lideri, apo qoftë edhe një njeriu të thjeshtë. Ndaj u quajt honey trap, kurthi prej mjalti. Përse duhej ky? Honey trap ishte ishulli dhe vilat e Epsteinit, të cilat duhet të shërbenin për laborator, si laborator të
të monitoruar me kamera, pra si Big Brother, ku elitat lan aty brenda gjurmët e gjakut dhe gjurmët e moralit të tyre. Cili ishte objektivi në fakt? Objektivi ishte sigurimi që asnjë lider në Amerikë apo në Europë apo në lindjen e mesme të mos dilte nga projekti gjeopolitik, pra nga rrjeshti i projektit gjeopolitik afatgjat. Pse tani dalin dosjet Epstein pikërisht në momentin që është duke ndodhur lufta më e madhe në lindjen e mesme, lufta më e rrezikshme e cila pritet ndoset nga vendimi i presidentit amerikan Donald Trump. Ju e shikoni, një herë merr vendim se do të shkojë në luftë dhe një herë thotë se nuk do të shkojë në luftë. Një herë thotë jam duke u bërë gati për të goditur, pastaj thotë nuk do të godas. Një herë hidhet në sulm, një herë tërhiqet. Çfarë po ndodh atëherë? Duhet kemi parasysh diçka, se lindja e mesme ka lidhje me një plan të madh afatgjat. Cili është plani i madh afatgjat? Hapja e dosjeve si mjet presioni final, dosje të tilla janë mjet të presionit final. Ata që janë në listat e Epsteinit janë sot në thundrën e atyre që i kanë përgjuar. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një detyrë, Europa ka një detyrë dhe lindja e mesme ka një detyrë. Çfarë është detyra? Në të njëjtin vit në të cilin është krijuar sistemi Epstein në fillim të viteve 80, ka dalë një libër shumë i rëndësishëm, i cili është quajtur Lindja e re e mesme. Ç'është ky libër i quajtur Lindja e re e mesme? Është ai libër i cili projekton pikërisht përpara 45 viteve atë që është duke ndodhur sot, hartën dhe projektin për Izraelin e madh. Dhe ky do të ishte projekt i cili do të duhej të mbështetej me një infrastrukturë teknologjike dhe dosjesh që do të shërbenin për shantazh për të mbajtur në rresht për një të gjitha elitat amerikane, europiane dhe arabe. Cilat ishin detyrat e reja që do të shpërndaheshin për këto elita? Detyrat e reja dhe plani strategjik parashikonte që amerikanët të jepnin një miratim, një mbështetje dhe një financim të pakushtëzuar të luftës e cila do të projektonte planin për lindjen e re të mesme, të cilin unë e kam njoftuar tek studio e Fevziut para 8 muajsh, atëherë kur unë dilja nëpër mediat e Tiranës dhe pastaj nuk dola më, ku thash do të jetë dhe sapo ka nisur shkepja tërësore e lindjes mesme dhe ajo sapo kishte nisur. Detyra e këtyre 3 akseve, të cilat janë sot të përfshira tek dosjet Epstein, amerikanët, europianët dhe lindja e mesme. Fillimisht, amerikanët do duhet të financojnë dhe të mbështesin politikisht dhe me logjistik të gjithë arsenalin e përpjekjeve të Izraelit për të realizuar lindjen e re të mesme. Europianët duhet të jepnin dhe duhet të japin pa asnjë lëkundje mbështetje diplomatike të padiskutueshme, gjë të cilën ata po e japin edhe pse her pas here kanë patur protesta të mëdha brenda në Europë, por ata tashmë janë të detyruar, sepse kurthi i dosjeve të Epstein nuk ka lidhje me goditjen e moralit dhe nuk ka lidhje as pak me një aktivitet pervert i cili nuk parashikohet, nuk është shumë larg mendjes për figura të popullit. Pra, amerikanët mbështetje të pakushtëzuar dhe financim absolut për projektin e lindjes së mesme, i cili është shpallur edhe një herë e përsëris në librin Lindja e re e mesme, i cili ka dalë në botim në fillim vitet 1980. Lindja e re e mesme, vazhdim. The New Middle East. Arabët kanë detyrë të heshtin, heshtje e shantazhuar dhe pranimi i ndryshimeve strategjike radikale në lindjen e mesme pa bërë asnjë lloj rezistence, sepse çdo lloj rezistence do t'i nxjerrë ata tek dosjet e Epsteinit dhe do të dalin të dorëzuar përpara popujve të tyre. Por kjo skem ishte vetëm pjesa e parë e planit dhe skemës.
Lindja e re e mesme, le t'i kthehemi pak këtij libri, këtij botimi dhe realitetit. Fakt është fakt i padiskutueshëm që projekti i publikuar në vitet 80 nuk ishte as pak një teori konspirative. Ishte absolutisht një plan pune apo një roadmap, një hartë e rrugës për planin e madh për lindjen e re të mesme, i cili është projektuar 45 vite, 50 vite më parë. Ndërsa plani final do të ishte goditja e Iranit dhe e harkut të rezistencës, ndërmjet që prezantohej tek Huthët dhe tek Hezbollah, e cila dhe kjo kërkon një aleancë të fortë, e cila nuk ka frikë nga populli i tyre, por ka frikë nga dosjet e Epstein. Dhe për këtë duhet të ishin të gjitha situatat gati. Tashmë duhet kuptojmë diçka. Jeffrey Epstein, pas një diskutim, është përfolur për lidhjet e tij me Mossadin dhe me shumë shërbime të tjera. Dhe një njeri i vetëm duhet keni parasysh dhe duhet ta keni qartë dhe ju e keni qartë se jeni të mençur. Një njeri i vetëm nuk ka asnjë mundësi të mbledh databazë dhe kontakte për lider, president, princ, mbretër dhe nivelet më të larta të planetit. Kjo është zero mundësi. Por ai kishte nevojë për një backup shtetëror dhe ky backup shtetëror i ofrohej nga agjencitë e inteligjencës dhe veçanërisht nga Mossadi që ishte i përmendur Epsteini vet. Sa i përket lidhja me teknologjinë, duhet kemi parasysh diçka tjetër shumë të rëndësishme, është fakti që Epstein nuk ishte i investuar thellë në industrinë e teknologjisë dhe të inteligjencës artificiale, sepse kontrolli i të dhënave është kontrolli i pushtetit, është vetë kontrolli i pushtetit. Më pas vjen harta dhe Abraham Accords, vjen marrëveshja e Abraham Accordit, e cila ishte vula e fundit që nisi në fillim të viteve 80. Pra projekti Abraham Accord, marrëveshja abrahamike ndërmjet Izraelit dhe vendeve arabe, ishte projekti që kishte filluar 50 vite më parë. Ata tashmë qëndrojnë, elitat e botës arabe sot, politike, intelektuale dhe kulturore, qëndrojnë të heshtur sepse pjesa më e madhe e tyre janë të përfshirë në këto dosje dhe nuk kanë mundësi që të dalin jashtë kontrollit. Ndërsa analogjia historike e gjithë historisë është e lidhur me një faktor shumë të rëndësishëm. Cili është faktori krishnik? Faktori është që sistemi Epstein si sistem monitorimi apo i shantazhit i cili paraprinte rrugës dhe dosjes dhe hartës rrugës për lindjen e re të mesme që u fillua projeksioni i saj 50 vite më parë apo 45 vite më parë, do të ishte në fakt në të njëjtën kohë me ardhjen në pushtet të këtij sistemi politik në Iran. Pra, ardhja e sistemit Epstein vjen ndonjëherë me ardhjen e pushtetit të ajetullahëve në Iran dhe paradoksalisht rënja dhe goditja me dosjet Epstein të këtyre elitave politike vjen pikërisht në këtë moment në të cilin elitat politike amerikane, europiane dhe arabe janë duke hezituar të marrin vendimin e tyre për të goditur Iranin apo jo. Pra, lindja e librit, e projektit, e hartës rrugës, e roadmapit për lindje të re të mesme, në fillim vitet 1980, bashkë me lindjen e regjimit të Iranit, vjen tashmë dhe përfundon me goditjen e elitave në momentin kur duhet të rrëzohet regjimi i Iranit. Amerikanët janë në dyshim të shkojnë në goditje apo jo. Presidenti Donald Trump vazhdon prej 2-3 javësh, do godasim sot, do godasim nesër, do shkojmë në negociata, do të rriqemi nga negociatat, armët bërthamore, raketat balistike, e kështu me radhë, sepse njëri krah i thot presidenti Trump, mos shko në luftë sepse do të humbasësh në qoftë se nuk je në gjendje ta rrezosh Iranin në këtë moment, ndërsa krahu tjetër dhe krahu i Benjamin Netanyahu si thot, ky është momenti në cilin duhet goditur Irani me çdo kusht. Dhe ndaj,
kronologjia historike e daljes së dosjes daljes së skandalit e Epsteinit sot lidhet ngushësisht me daljen dhe me dosjet e Epsteinit, të cilat u filluan dhe u ndërtuan si sistem në fillim të viteve 80. Ndaj, dosjet Epstein, miq të dashur, nuk hapen për të vënë drejtësi për viktimat. Harrojeni këtë. Ato hapen si një memento mori, quhet, pra për elitat politike të botës. Ato ose mesazhi është nga hapja e dosjeve shkurt, ose çoni deri në fund projektin për goditjen e Iranit, ose emri juaj është në listë dhe ne do t'ju shkatërrojmë plotësisht. Ky është mesazhi që vjen nga dosjet Epstein. Ndaj, duhet kemi parasysh diçka shumë të rëndësishme tash. Pyetja tjetër që vjen dhe që është shumë e rëndësishme. Përse kinezët, rusët nuk janë në këto momente? Rusët dhe kinezët nuk janë në këto dosje. Përse rusët dhe kinezët nuk dalin në dosjet Epstein? Pse nuk kemi asnjë lider afrikan në dosjet Epstein? Pse nuk kemi lider nga Amerika Latine tek dosjet Epstein? Pse nuk kemi nga vendet e tjera, por kemi vetëm nga këto vende? Kjo është pyetja e madhe e cila prek thelbin e këtij problemi dhe të kësaj çështje të madhe. Kjo pyetje shpon perden e propagandës dhe të disinformimit dhe e vërteton saktësinë e kësaj teze që po ju them. Sepse nëse dosja Epstein do të ishte vetëm një skandal moral, do të kishim emra nga çdo cep i globit, do të kishim emra në çdo shtet të globit. Mos kujtoni ju se kinezët nuk bëjnë seks, mos kujtoni se rusët nuk bëjnë seks, mos kujtoni se afrikanët apo amerikano-latinët nuk i kanë qef këto festat e seksit. Pa diskutim që i kanë, por argumenti që gjithçka që lidhet me moralin sot është propagandë, vijnë këto pyetje që e shpojnë perden e propagandës dhe që sjellin për publikun dhe opinionin botëror pyetjen e madhe se përse tani dhe përse kinezët dhe rusët janë përjashtë. 1. Duhet kemi parasysh diçka. Rusia dhe Kina nuk janë të integruara në Perëndim. 2. Rusia dhe Kina janë sisteme paralele shantazhi dhe jo pjesë e sistemit të shantazhit perëndimor për elitat. Pra janë të pavarura nga ingranazhi i shantazhit perëndimor. Ndaj, nëse ky do të ishte skandal moral, do të shihnim emra të tjerë nga pjesa tjetër e globit. Dhe fakti që mungojnë figura të tjera nga pjesa tjetër e botës është treguesi më i qartë se sistemi Epstein është një rreth operativ i mbyllur. Ndaj, të shohim tashmë dimensionin gjeopolitik të gjithë kësaj. Rusia dhe Kina nuk kanë nevojë për sistemin Epstein për të bërë shantazh, as për sistemin e perëndimit të shantazhit. Pse? Sepse Rusia dhe Kina kanë sistemet e tyre të pavarura nga sistemi i shantazhit perëndimor. 1. Rusia është kompromat. FSB-ja, ju e dini shumë mirë, FSB-ja ruse ka kohë që e përdor, ka dekada që e përdor të njëjtën teknik të joshjes, që është honey traps, kurthi prej mjalti. Ju e dini kush është mjalti, e dini dhe kush është kurthi. Ndaj, ata nuk i dërgojnë, rusët nuk i dërgojnë elitat e tyre politike dhe elitat e tyre intelektuale në për Karaibe dhe në për këto ishujt e Epsteinit, sepse e din shumë mirë që ato janë tërësisht të kontrolluara nga organet dhe nga kamerat e inteligjencës perëndimore. Ndërsa Kina nga ana e saj përdor diplomaci tjetër, diplomacia e kurtheve të borxhit. Është debit trap. Nëse këta përdorin honey trap, kurthin e mjaltit, ata përdorin kurthin e borxhit. Ndaj nuk janë në dosje, sepse sistemi Epstein u krijua, u prodhua për të disiplinuar dhe për të mbajtur në kontroll familjen dhe elitat politike
perandorake, mbretërore dhe ekonomike perëndimore dhe aleatët e tyre kudo që janë. Kina dhe Rusia janë armiq strategjik të perëndimit dhe nuk mundet asnjë mënyrë që të ishin pjesë e mekanizmave të tyre dhe jo pjesë e bordit të menaxhimit sigurisht edhe të lindjes së mesme së re. Ndaj Kina dhe Rusia ishin jashtë kësaj loje. Amerika Latine dhe Afrika, pyetje tjetër, të cilën e bën çdo kush sot, përse Amerika Latine, përse Afrika për shembull dhe përse disa vende, Australia, nuk janë fare, as nuk përmenden tek dosjet e Epsteinit. Kjo ka një përgjigje të thjeshtë, të shkurtër, të qartë, të prerë dhe të kuptueshme, sepse Amerika Latine dhe Afrika nuk janë lokomotiv në sistemin botëror politik dhe gjeopolitik, por janë vagona. Amerika Latine është vagon, Afrika është vagon. Ne afrikanët e Ballkanit këtu nuk jemi prodhues gjeopolitike, por jemi vagona. Suedia, pas një diskutim, është pjesë e programit dhe pjesë e elitave perëndimore dhe pjesë e establishmentit gjeopolitik perëndimor. Ndaj dhe Suedia ka rënë pjesë e kësaj gracke sepse është pjesë e mekanizmit perëndimor dhe pjesë e hemisferës perëndimore të shantazhit të shërbimeve të inteligjencës dhe pjesë e saj në planin e paqes dhe në planin e roadmapin, hartën e rrugës së lindjes së mesme të re, e cila u projektua 50 vite më parë.